Na nuk kemi nevojë për asnjë kulturë. As për të Gjermanisë, as për të Amerikës, as për të Francës, as për të Indonezijës, as për të Arabijës, as për të Bosnjës, as për asnjë kulturë. Na e kena kulturën më të mirën e cila nuk bjen ndesh askund me parimet e shëndosha islame. Kam pas njëri nga profesorët atje ku kam studiu. Është një njeri shumë kredibil, i njoftër globalisht, Gjasim Mutawa. Ai njëherë kur erdh ishte duke spjegue 5.000 edukator ishin duke janë dëgjuan fjalët e tina, ja shiqeshin gjuhën ka folke. E ai kthej gishtin nga ne dhe na tha, ju këshilloj juve evropianve me 3 këshilla. E para, tha këtë rrobë që po ja fshoh vesh. A ishmi studenta, mi u përshtat ati vendit, ishmi me ato fustanat e tyre. Tha, atë ditë kur ta merrni rrugën me u kthy në vendet e juaja, kontinierin e parë që do ta takoni te aeroporti, me hjeket rrobë, me hodh aty, me u kthy me rrobat e juaja, me kulturën e juaj, me besimin e juaj, me traditën e juaj, me javë zbrit këto njohuri që i keni përfitu këto, e ndoshta i keni pas mangësi atje. Ua, gjigante është kjo dashurit e mi.